Keni votuar sot? Fatkeqësisht jo. Do shkoni të votoni apo keni zgjedhur ndoshta që të bojkotoni apo protestoni DC ndaj kësaj krize të zgjatur politike? Shiko, unë nuk jetoj këtu. Edhe po besoj që krejt këtu votat që i japin mërgjimtarët, po e keq përdorin mundësinë e votimit. Jo keq përdorin në atë aspektin që po e japin votën, po japin votën edhe nuk po jetojnë këtu, nuk i din as çka ndodh këtu në këtë vend, edhe japin vota sipas mendimit tyre, jo Albin Baba, jo ky, jo ai, jo ai. Më duket të dallashme aja, ata njerëz që jetojnë këtu, që përjetojnë për çdo ditë këtë krizën ose të mirën e vendit, ata e dinë më së miri kënd duhet me votu. Nëse na vina për Evropë dhe japim vota këtu, po më duket është e gabuar. Ju që vini nga jashtë Kosovës, ndonjë kërkesë ndoshta jo vetëm për qytetarin, për votuesin, por gjithashtu edhe për spektrin politik. Çfarë do i këshilloni apo i kërkoni? Jo, po kërkoj se këshill s'muna me dhënë ndoshta, kisha kërkuar që të bashkëpunojnë sa më shumë edhe të ngritin vendin përpjet. Jo të mendojnë vetëm për karrikën e vet.